Kolon Armiri po thuj se kam lënë mjetin vend. Ju kam lënë edhe liri, lëvizjet, liri zgjedhjet, sepse thash edhe jam diktator, po jam lider. Nuk ke drejtë të liderosh një. U luj sekond Kristi. Faqet e gjaj. Do të thama dy shprehje që kanë thënë i malli e i paharrueshmi Gjesh Mollaga, që na me tamam që jena vipa, po mrapanicën duhet ta lajmë tanë vetë. Se vjen dikush i ta lane fut e para. E dyta. Unë s'jam vep. E dyta, sa problem? Sjelljet arrogante tregon se a jam vipa jo. Unë më falni sekond. Unë duhet t'i falenderoj ton. Falni sekond. Unë duhet t'i falenderoj ton. Ju lutem. Do t'i falenderoj ton njerëz që kanë kënë ndoshta për shumë vite në skenë, e s'du mi bë lajka gjana, po kanë kënë një gatishmëri tjerë zakonshme, Stine, Lorna, Mali, se s'ke kënë Stine, po Miri, ton, po përshtim përveç 3-4 personazheve. Por, edhe i disha tjetër, duhet ta shihni sepse çdo mahall e ka i budall. Edhe ky s'mund na bëjnë lamshtanve ne, po do ta eliminojmë, do ta injorojmë, do ta anashkalojmë me diplomaci. Objektivi ti është me arrogancë, me ignorancë, me rëndësy. Do të thonë, po publiku shpresoj që ka me gjyku. Edhe herë ju kisha lutë gjonat që kena luftën e lojen mos dëmtojmë gjonat kolektive, sepse a morrëm në apo njerëz në televizor. Do të thonë, Ose na vetëm